dhe mirë se erdhë në këtë vlog të ri. Po mundohem të jem shumë entuziazme, por besoj duket nga fytyra ime sa e lodhur jam, sepse është ora e darkës edhe unë po mundohem që të sistemoj pak shtëpinë, sepse nesër kemi miq dhe këtu fillon entuziazmi. Sot nuk është shumë entuziazëm, dy kam Solian që po flet në gjuhë. Po pastroj pak plurat të them të drejtën. Miqtë mi do ta shikoj këtë videon. Nëse do shikoni kur të vi. Edhe po, duhet të sistemoj pak shtëpinë sepse siç mund të duket, është gjithë romuja e ditës, madje edhe e javës, sepse këtë javë nuk është se jam marrë shumë në shtëpinë, them drejtën, nga që ka qenë ditëlindja e Solejas, jo torta, jo kjo. Edhe kështu ka shku dita. Fundjavën e kaluar e tunda shkunda, po që dihet që pas si bi tani diel, sot është e premte, 5 ditë shtëpia është bërë, e keni vetë parasysh. Po që thash, ok, jam këtu vetëm, të paktën të bëjmë pak muhabet. It's the big day! Bëjmë makaronat, po që jemi basic. Mish, salat edhe një tort me patate dhe spinaq. Bye bye. Pasta. Le scarpe sulla scala dietro. Ja, kam pas. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Nuk e di që kam filmu, që s'kam filmu, besoj praktikisht asnjë gjë, po tani jemi, është mëngjes, është ora pothuajse 11. Kemi ardhur të bëjmë një brunch edhe pastaj do ikim në qendër. Ky është plani për sot me grupin.Ërgoj cafën gracilis. Ti dhe cafën plata i hotë. A vet? Hallo. Gleichfalls. Gleichfalls. Lala ka mësuar emrin Gleichfalls. Tani njerëzit mendojnë që ti ke emrin Lala. Përshëndetje pak vlogun tim. Përshëndetje vlogu Brisit. Mirë se erdhët për ju që s'keni para asnjëherë video të Brisit, edhe mirë se u gjetëm për ju që keni. Mirë që jeni të vjetër. Leila është me Vanesën. Vanesa është fiksimi i jetës Leilës. Edhe kemi 2 muaj ne që e dim që do vinë këto dhe 2 muaj ditë. Tutti giorni që flitit për Vanesën në shtëpinë tonë, aq sa dhe pulat ne deshëm t'i quanim njërën Vanesa. Kjo është Vanesa, kjo është nusja më... Ne jemi për të bëjmë qefi vetës, ne jemi 2 nusën për bukur të fisi. Shumë. Ti bëjmë qik qefin vetës. Tani kemi dalë të bëjmë turistët. Kemi nisë nga Mulliri, që këshu come with us me një tur të Bremenit. O za çajra ka figo. Ai ti më të mira sa, s'më mund të më falë tani. No. Shilela. Hello nga telefoni i Lalës, sepse telefoni më fik. Çfarë youtuber se jam unë kur më fikët dal me telefoni pa karikim, nuk e di s'kishte marrë karikim. Tani jemi në qendër, full qendër. Edhe vazhdoj me turin tonë, shoqëra kam bajt një kohë perfekte, se kishi frikë që nuk do kishte kohë të mirë këtë ditë. Faleminderit Lala që na mundsove telefonin. Dann wollt ihr am besten immer am Ende, weil das immer kühlt am meisten schnell auf. Hohe Stufe mit Zauberstab, versuche, Glückskarte, nach unten gefallen. Gute Qualität im Leben haben Sie. So, zeig mir bitte deine rechte Hand. So, halt mal fest wie ich. Danke, komm zu mir, mein Assistent. Sing jetzt Zauberlied. Wenn das Geld, wenn im Eimer klingt,
dann die Seele in den Himmel springt. Wenn das Geld wenn im Eimer klingt, dann die Seele in den Himmel springt. Wenn das Geld, danke Papa, wenn das Geld wenn im Eimer klingt, dann die Seele in den Himmel springt. Mach zu, drehen. Simsalabim, mach auf. Danke schon. Im Zauberstab der einzige angenehme Betrug ist der Betrug des Zauberfuß. Bring bitte, mach zu. Mirë të bëjo fotot, të s'ka një shef Unë po mbaroj mëlsiren, Gjiku po bën griljan. Ato po lozin me top, shtëpia është plot. Gocat e mia po bëjnë kujtime të bukura. Life is beautiful. Kemi dhe diell. Erdhëm shtëpi ka ora 4. Mirë, ky po bën griljate. Po ky këtu çfarë duke po? Hajde misrat pje. Po ngrohët. Guardala. Realisht po ngrohët duket. Sì, po li fa. Ha fatto così. Sarà che voi del campo siamo così, non so se... Darkën e kemi nga çunat. Tartaten, salateve. Una che si scaldava il fuoco. Abbiamo filmato, abbiamo documentato anche quello. Hello, nga dita tjetër, neve kemi vendosur që dalim për shopping. Sot kemi ardhur në një qendër tregtare. Edhe po, presojmë t'ja kaloj mirë sepse Lela po kërkon çdo gjë që sheh. Artiste, ku e ke gocën ti? Si për ta karrocën kështu? Karroca e goca ime këtu. Kam disa goca. Këtu. Me më thy lullet ju mu, me më thy peonjet ju mu. Ose që bëjnë këta me ma? Gocat po lozin këtu. Tu po lozet pallavolo. Hello, miqtë ton ikën. Lela u mërzit shumë, mërzitëm të gjithë, po që kështu është, nuk mund t'i mbajmë këtu për gjithmonë. Sot është një ditë tjetër, ne kemi disa plane. Do ikim që të marrim pak qumësh tek vendi ku marrim qumësh dhe pastaj do ikim diku tjetër. Po që, le të rikthehemi në rutinën tonë. Mund të bëjnë ndonjë gjë të madhe, thjesht korrektor, kreja vetullat, nuk e di rimela po jo, po ndoshta po një shkëlqyet buzësh edhe Ika se jemi shumë vonë. E kemi këtu afër, nuk është se kemi shumë larg, po që pse ta bëjmë gjithmonë me nxitim, se dhe herën tjetër ikëm kështu në moment të fundit që pothuajse po mbyllej. Edhe është mëngjes njerëz. Por fakti është pothuajse drek, jo mëngjes. Fakti është që pastaj mbrapa do ikim edhe tek një merkat tjetër ku shiten bim, lule, nuk e di se çfarë do gjejmë atje, tamam treg. Si që bëhet për roba, kështu të përdorë etj, bëhet edhe për lullet. Edhe do shkojmë të shikojmë atje. Erdha! Ok, io sto arrivando, 5 minuti, dice papà. Aspettatemi fuori, sì. Po më thrasin. Duke me më njerëz tani. Si babin, këtë po e mba një herë. Hajt tash mirë duket, nuk e di. Ma ka dhuru Claudia këtë. Burrito.
Një sollëm shishe terës tjetër. Halo. Ende tani? Këtu. Lipa. Tam në shtëpi. Nuk filmova sepse te Flowmarkt nuk ishte eksaktësisht siç mendova. Ishte më i vogël, ishte më shumë për beneficencë. Takova dhe kolegën dhe shtile shoqen time dhe u morë me llafe. Edhe nuk filmova fare, morën vetëm disa lule shtry dhe mendoj se si pash mirë si mori Gjiku se unë po flisja ndërkohë më ka kap migrena njerëz. A kuptohet nga fytyra ime, besoj se po. Erdhëm në shtëpi. Soliana e Gjumi, ato ikën të mblidhin vezët, për sot kemi 3 vezë. Bereqaves. Hello njerëz! U vesha, u rregullova, duke qenë se më la Gjiku kohën që ta bëj këtë gjë, falenderojmë Gjikun, se do shkoj të blej diçka në supermarket, ose më saktë, do shkoj të blej kafe njerëz. Do shkoj të blej kafe me kokra, sepse më është fiksuar së fundmi që dua të provoj kafe me kokra. Sepse njerëz, së fundi më kishte kap fiksimi që duhet të provoj makinet kafe me kokra, edhe kemi marrë 2 makineta, jo 1. Njërën me që e bluan kafen dhe tjetra është nga ato makinetat që bëjnë kafen, si nga ato të barit, po që nuk kam marrë akoma. Makinetat kanë ardhur, po nuk kam akoma kafen, edhe thash okay, shkoj ti marr, edhe në këtë mënyrë dhe unë dal pak. Më bën mirë, shiu pushoj se ka qenë shumë kohë e keqe këtë ditë. Edhe dua të bëj një coffee corner me një tavolinë, me makinetat e mia të kafes. Në fakt kam qejf të marr një mobilje kështu si tip vetrine, po që ajo do doj çiko, se nuk mund t'i marrim të gjitha gjërat prej herë, po që unë jam shumë coffee lover edhe thash ta bëj këtë këndin e kafes. Pse jam fiksuar me këtë pjesë është sepse më ka nis hati një video një ditë. Edhe, po, e dija, ti nxjerr kryt muhabetit, edhe nga vajzë po që e kam fjalën që ato kapsulat e kafes, sorry nëse do t'ju fiksoj edhe juve, po që kalojnë shumë mikroplastika, edhe ato janë të bëra kështu brenda nuk shikon se çka ka, do të thënë ka kafe, bëhet ajo vrima që del pastaj kafja, edhe aty kishte një cip të hollë qesje plastike. Dhe ajo kalon shumë mikroplastikat e kafja, kur kalon ujë me 90 gradë, se aq kalon të thonë, të aq gradë është, merr me vete gjithë ato mikroplastika që ndikojnë kaq keq në shëndetin ton, infertilitet, që është, unë tani do me thonë kam bërë fëmijë, po që nuk është gjë e mirë, sepse ka një, jo për infertilitetin, por ka një disbalancim hormonal që ishte e frikshme. Nuk ju rrit t'ju them të gjitha gjërat këtu sepse s'dua t'ju fiksoj, po që unë për vete u fiksova dhe thash, okay, na duhet një makinë kafje që ta marrim, ta bluajmë edhe ta pim tamam, 1 kafe, 2 kafe që po pim në ditë. Nëse jeni coffee lovers, kafe dashës, më vjen keq, po duhet ta ndryshoni nëse keni një makinetë të tillë. Nëse unë do t'ju tregoj se si është, po tani para kësaj do t'ju tregoj diçka tjetër dhe ky është një sugjerim që i vjen realisht nga zemra, ju kam thënë dhe herë tjetër. Tani, unë ju a kam treguar një herë tjetër, po si duket nuk më keni kuptuar mirë, po që duhet më kuptoni mirë të kjo pjesë. Shikoni çka kam këtu. Ju mamat, të parat, po edhe ju që doni të kurseni ndonjë lek, duhet më dëgjoni me vëmendje edhe ta merrni parasysh këtë sugjerim që do t'ju jap. Se për te bashkëpunim së bashkëpunim, ju kam thënë edhe një video tjetër mbi këtë, është një sugjerim nga zemra, sepse realisht do kurseni shumë para, që mund t'i përdorni për diçka tjetër që ju do qefi juve. E kam fjalën për porosit tek Joybuy. Joybuy është një aplikacion, do t'ju le informacion edhe në përshkrim. Është konkurrues, se s'po bëj emra tani, me atë që porosit gjithë bota online, është një konkurrent me atë, edhe për këtë arsye kanë shumë oferta. Është lancuar tani së fundmi në tregun europian dhe për këtë arsye bën super oferta. Edhe kam bler pakon e madhe me panolina. Ju mamat e dini që panolinat e Premium Protection janë më të mira në qarkullim. Unë i kam provuar si me lerë, jam mami për herë të dytë dhe me këto nuk i ndroj. Nuk i ndroj me asnjë panolinë tjetër. Këto janë pesa, se Soleil përdor pesa, ka 152 panolina, është
pako mujore le të themi, edhe e kam paguar as 50 euro, edhe ta bleni në dyqan, madje edhe tek drogeri që kemi ne këtu, që nuk po dua të bëj emra, nuk e gjeni kur me këtë çmim, nuk e gjeni kur. Unë e kam gjetë më të ultën dikur me 17 euro, tani kishin bërë 14 euro në 95, pakot dyshe të Premium Protection. Edhe llogariteni vetë se çfarë kursimi. Në dyqan normal nuk e gjeni pa 20 euro, edhe ta bleni 15, do të thënë 5 euro, edhe e dim neve sa harxoj me panolina. Kjo e para. Edhe normalisht që mora pakon e madhe sepse Ashley Verdisi e kishte. Edhe ndërkohë që po ju sugjeroj Joy Bine, kjo dua që të jetë një pjesë e videos me produktet e mia të preferuara në absolut, ku unë vej dorën në zjarr për cilësinë e produktit. Edhe iku kjo e panolinave. Gjë tjetër. Një gjë tjetër që unë sugjeroj për fëmijët janë këto letrat këtu. Unë kam edhe të tjera, po që mora edhe një, duke qenë si ishte me shumë ulje. E di se sa kushtojnë këto të Pamper Sensitive. Besoj që e keni parë kudo në dyqan, edhe e di se sa kushtojnë, atje gjeta me një çmim diku tek 1,49 €, edhe ka sa copë, ka 52 copë brenda. Edhe gjithashtu këto letra janë ato që nuk ma irritojnë Solia, nëse ne jemi në xhiro dhe duhet i përdor letra, se zakonisht unë e laj, mos të bëjmë kot, e laj gjithmonë Solia, po që kur jemi që na duhet një letër ose për fshirduar, fytyrë, ku e di unë i përdor këto. Që i merr kushton një çik më shumë se ato që mund t'i blesh më lirë, po të paktën nuk i harxhon kot sepse nuk thahen. Një gjë tjetër për bebat është kjo. Unë sa herë që shkoj në Itali, unë e marr këtë, sepse këtu në Gjermani nuk ka. Në qoftë se të porosisni atje tek ai dyqani tjetër online, që nuk i bëj emrin, se s'dua t'i bëj publicitet kundër asnjë gjëje, Mustela kushton super shumë. Këtë e gjeni se shkova e pash, i kontrollova, diku tek 15 euro, do të thënë pa gënjeshtra, 300 ml, diku te 15 euro, unë e mora 9,99 €, do të thënë 10 euro, diku te 5 euro ulje. Edhe Mustela është shumë i mirë, ju që e përdorni mund ta konfirmoni. Është realisht, nuk e di, më pëlqen aroma që ngel te bebi, më pëlqen si e le lëkurën, të gjitha. Pastaj, përveç bebave, kemi dy produkte që i kam marrë për shpirtin tim, po që për këto dy produkte unë gjithashtu vej dorën në zjarr. Ky është deodoranti më i mirë në absolut për mu. Unë e kam përdor gjatë shtatzanisë, sepse nuk doja një deodorant që të kishte përbërje të këqija, edhe pas lindjes, sepse mirë që ka ato benefitet e veta dhe zjat shumë, dihet djersitja pas lindjes nga hormonet e tjerë, po që është nga ato që të mban shumë fare. Ky është një nga deodorantët që më pëlqen më shumë, është pa alkool. Edhe po, ky edhe tjetri janë të dy të markës La Roche-Posay, edhe janë dy produktet e mia të preferuara. Kjo është, do të thënë, absolute për mua. Sa herë që unë kam një puçër apo diçka, një imperfeksion që më dalin tek tuk, kur unë i lyj në darkë me këtë, në mëngjes nuk e kam. Do të thënë, ky është më pëlqen super shumë. Nuk kam gjetë një krem tjetër që të më bëj më shumë punë se sa ky. Edhe këtë një çmim, nuk e di, shumë më të ulët se ku i blen zakonisht. Përveç këtyre, aty te Joy Buy keni lloj, keni nguzhine, keni parfumrat, make-upin, i keni gjitha me çmime që nuk i gjej në asnjë platformë tjetër online. Edhe më e bukur është që vi në shtëpi për shumë shpejt. Unë i porosita dje. Ju betohem, i porosita dje, edhe nuk e di, unë po i bëj këtë publicitet me kaq shumë. E kuptoni sa e zellshme po tregohem, sepse realisht e meriton. Se ju më dini mu me qetësinë, po kam marrë zemër ta bëj këtë publicitetin, nga që them, okay, duhet t'ja them gocave. Edhe t'ua sugjeroj si gjë, sepse realisht ja super vlen, tash nëse doni të kurseni lek, sidomos tani në këtë periudhë që ato kanë edhe festojnë një përvjetor, nuk e di se çfarë festojnë këto te Joy Buy, edhe kanë bërë akoma edhe më shumë ulje, ju vin shumë shpejt, kurseni, ka produkte të gjitha kategorive. Unë do t'ju lej kodin tim, Brisin, quhet, ku përfitoni ulje akoma diku tek 5 euro ulje, që kështu përdoreni, shkoni, e shkarikoni si aplikacion, mos përtoni, të kurseni lekët tuaja. Kaq isha unë dhe tani do iki që të blej kafën time!
Let's go now to buy the coffee for my coffee corner. Po iki një vrap. Po iki vrap se është edhe vakt darka në fakt. Edhe për të gjagje. Është ngushtu pak kjo rruga. Po iki t'i blej një vrap pika vetëm, nuk morëm të gjithë kompaninë, sepse në fakt është ora 5 e një qerek fix. Ne në 6 hajmë zakonisht, po Solia nuk ka ngrënë mirë drekën sot edhe i lash atë supën me mish pule gati, të hanë gocat edhe pastaj kur të vi unë është gati pothuajse rutina e darkës. Ishte më mirë kështu mos të hallakateshim. Gjithsa të blej kafen dhe do kthehem, po shkoj këtu tek supermarketi i lagjes, le të themi. Atëherë jam këtu që po zgjedh kafet edhe jam e pavendosur se çat marr, se nuk është se i di këto se si qysh tek. Është kjo që edhe kam kthyer mbrapsht, kjo lavaca krema, po mendoja të merja këtë, po që është një gram, 1 kilogram dhe nuk e dini nëse do të më pëlqej që ta marr të gjithën. Që kështu thash, okej, po marr këtë që është 10 euro, do të thonë si çmimi janë njësoj, se kjo ka gjysmë kile, kjo ka 1 kile, thash, okej, ndoshta është më mirë të marr këtë të voglën, nuk e di. Pastaj tjera, opsione tjera, I'm not sure. Nëse keni sugjerime njerëz që e pini kështu me kokra, më thoni, please. Here we go. Ka filluar një shi njerëz. Jemi, më ka hyrë pak ftohtë se sapo erdha nga jashtë. Tani do t'ju prezantoj bukuroshin time. Coffee Greener. Kjo është e para. Të gjitha, do më thënë të dyja janë nga marka AMZ Chef, nuk e din që se e prononcoj tamam, po që AMZ Chef dhe e gjeni në Amazon. Kjo si thash është mami, do të shosh marrësh çik gërshërët? Jo, ja, mia sot. Nuk the një gur mbar mia sot. Edhe unë nuk e kisha hap, do të hap tani. Normalisht vjen me instructions dhe makina do duket kështu. I ka të gjitha të shpjeguara qartë, por me shumë mundësi unë do përdor trurin tim, trurin e burrit tim, trurin e mprejt të burrit tim, se unë për këto vallaj nuk më jepet fare. Do të thonë nuk e lodh shumë trurin me montime, se përdor trurin e Xhikut që është miq për këtë punë. E pranojmë. Nuk qënka fare i madh. Qënka si bukurosh i vockën. Tani. Unë do doja përpara ta provoja kafe me këtë, tani varet edhe nga kafja, po që do ta bëjmë unboxing, por unë do ta provoj kafen, që t'ju them, t'ju jap një mendim tamam real për nëse do të më pëlqej apo jo. Shikoni. Tu ka këtë gjën. Ardhë me 100 mbrojtje, që gjë mirë për transportin. Mirë që të shikonim edhe instruksionet, po që jo, nuk pas ka ndonjë gjë të madhe. Thjesht kjo dhe shfut këtu. Kjo vendoset këtu. Atëhere vjen kjo plastika, pastaj mbyllet kjo këtu. Kjo fiksohet këtu dhe pastaj mund të rrotullohet sipas asaj që ne duam të bëjmë. Për shembull, këtu është e mbyllur, por nëse e shtypim dhe kjo rrotullohet edhe e vendos te cili proces e do. Këtu për shembull është ajo që bën espresso, pastaj kemi këto të tjerat, modalitetet e tjera. Kjo është kupa për kafen. Këtu është furça ndërkohë për ta pastruar. Edhe pastaj vendos prapë në vendin e vet. Tani unboxing tjetër do jetë të hapim makinën e kafes. Kjo është pjesa më interesante. Kjo ndërkohë do të jetë makina e kafes, normalisht janë që kombinohen me njëra tjetrën. Këtu kemi dhe guidën. Të shpjegon se si ta përdorim për herën e parë.
I keni të gjitha të shpjeguara me detaje, në qoftë se nuk i keni idenë se si funksionon, edhe bukura kësaj makinës është që të bën dhe shkumën e qumshtit. Pra nuk keni nevojë për këto gjëra të tjera, e keni aty të integruar. Unë jam realisht një coffee lover edhe një makinë e tillë ishte kështu, like a dream, ishte si një ëndër që të pi një kafe tamam, se normalisht këtu në Gjermani, kush është i Gjermanisë e di shumë mirë se si është kafja këtu. Do me thënë, nuk hyn te kafet. E sa herë që iki në Itali, apo edhe në Shqipëri, po në Itali më vjen keq, po si në Itali unë nuk kam pi kafe. Këtu janë gjithë instruksionet, manuali. Wow! Këtu i keni të gjithë instruksionet dhe manualin, por që po ja them shpejt e shpejt, vjen me këtë lugën e vogël që normalisht është masa, diku tek 7-9 për një kafe ekspres njëshe ose doppio, deri diku tek 15 më duket. Tani kjo vjen doppio ose kjo është doppio ekspres, ndërsa kjo është për kafe teke. Vjen me këtë gjën kështu. Këtu do t'ju tregoj kur të ndiset i gjithë monitori. Tek monitori, hello, jam unë aty. Tek monitori keni gjithë ato butonat të tipit kështu, kur ta ndezim do ta shikojmë. Edhe unë lexova tani se si duhet bëhet për ta pastruar. Si fillim, si për përdorim të parë, duhet ta heqim këtë gjën. Le ta heqim së bashku. Unë tani është darë, nuk e dini nëse do të bëj kafe tani apo do pres nesër mëngjes, po thash që t'ua tregoj. Unë do ta bëj gati sot me shumë mundësi që nesër mëngjes ta kem gati. Edhe t'ju jap review-n time për makinën. Duhet të hiqet kjo gjëja këtu, kjo portokallia. E ruani, mos e hidhni se nuk i dihet. Nëse do ta merrni gjithmonë. Pastaj do ta mbushim me ujë. Hop. Çik. Një të bëjmë postacionin e kafes. Taratatan. Fillim kam pas vetëm këtu. Tani, kjo është, ka qenë për ditëlindjen e Soleas, por më pëlqen të rri edhe këtu. Here comes the sun. Edhe kemi kafen ton këtu, manuale, sepse akoma duhet ta mësojmë. Edhe këtu është ajo që e frulon, e mikson kafen, e bluan. E pastaj, kjo është makina ime kafes, dhe ky është postacioni i ri i kafes. Mos e shikoni këtë gjën këtu, sepse është diçka që nuk hiqet. Nuk e di, duhet ta provoj me avull në fakt. Nice. Është për prish syrin e keq njerëz. Ndërkohë, postacioni i kafes është ky. A nuk është super cute? Gjithmonë e kam dash një postacion kafe dhe më në fund e kam. Ky është modeli. Dhe janë në total. Ju thash për arsyet, kjo ndoshta mund të jetë ekstra sepse ka kafe të bluar shumë mirë, që shikon se çfarë kafe është, por kjo është një must have themun për ju që jeni kafedashës dhe e pini rregullisht, sepse ato kapsulat realisht nuk e dim se çfarë kanë brenda. Për te i fakti se si do t'jetë kafja, edhe puna është që të paktën e dim që do të pim një kafe të pastër. Gustën e rregullon. E bën një herë më të bluar më fort, më shumë, më pak, po të paktën e dim që është kafe e pastër. Nuk e keni idenë. Më çoi direkt edhe në fëmijëri kjo era e kafes, sepse njerëz, kur jam qenë unë e vogël që isha në Shqipëri, ne kemi pas një dyqan të vogël, edhe kemi nisë atë dyqanin me një mulli kafeje, që bluanim kafen vetë, po kafe turka ma, po që është kjo era e kafes, edhe këto kokrat e kafes. Nuk mund mos të haja një. O zot, çfarë është, ju që e doni kafen, është një eksperiencë, nuk është vetëm kafe, është eksperiencë. Tani, unë po e mas me këtë, nuk e di se çfarë po bëj, është tentativë. Kjo në fakt është për kafen kur bluhet, po që kështu.
Tani është më mirë ta mbaj të mbyllur. Tani. Ta bëjmë bismillah. Kam lënë hap. Ajo kanë qenë të parat. Kjo është për të shtuar më shumë shpejtësinë. Okej, thotë që është gati. Okej, nuk e di e kam luar mirë, duhet i marr akoma dorën. Tani radhën e ka kjo, do bëjmë procedurën për ta pastruar. Ta mbushim lirën të zot max. Do ta nesim. E ndezëm. Dhe do t'jetë gati kur të gjithë butonat të jenë me dritë. Tani që uji doli i pastër, do thotë që është gati për përdorim. Dhe tani e mbyllim. Më prit deri nesër, që kështu unë do ta provoj se si. Po dhe. Ky është espresso i parë. Dal goxha kremoze. Nuk do ta pi gjithë sepse është dark. Është ora, nuk e di 7 ndoshta. Nuk është keq për qenë e parë. Besoj se duhet punoj pak me bluaren e kafes, se është shumë e ashpër, po që nuk është keq si shije. Well, le të fillojmë këtë aventurë të re. Unë e di që do të kem punë të eksploroj pak me kafen, po që jam shumë e lumtur për këtë aventurën e re. Me makinat e mia bukuroshe. Mos hezitoni që të më pyesni nëse keni nevojë për informacione shtesë, nëse nuk i kam thënë të gjitha. Linkun do t'ua vendos poshtë në description box, edhe po më thoni nëse do ta merrni, nëse keni në plan ta merrni apo thjesht dëshirë që ta merrni, edhe si u duket edhe pres këshilla mbi këtë kafe kështu sepse unë jam e re në këtë pjesë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, do provojmë kafen prapë sot. Kësaj here kam lavaca. I futa kafen time njerëz, nuk do të gënjej. Edhe Tani do lesh ginseng, do fillosh pish kafe. Çe ka? Pse më vjen siklet? Ali, se vija. Jo, është shumë e mirë. Tani, që ti jemi kështu realist, nëse nuk doni ta merrni atë që bluan, po kjo që bën kafen, kjo po. Se ajo është një çik pundërisht ta blush, ndoshta nuk keni nerva. Kemi Zolen aty mbrapa, po ja që makineta e kafes e bën punën tamam, si kafe bari. Ndërsa edhe ajo që bluan kafe është super, po që do të kesh pak nerva që të rish ta bluash aty. Nëse je njerëz me nge, merren. Është gjë e bukur ta kesh, të kesh coffee corner, për çfarë të bën njeriu. Edhe është bukur ta kesh. Mirëmëngjesi, po e nis me këto lulkat e bukura që kam këput fresh për t'ja çu Klaudias, sepse ne katunar tani nuk blejmë lule. Sepse po njerëz, më në fund po dalim nga shtëpia pas 700 orësh, se sot do ikim te Klaudia, i kemi prenotuar gjithë paraditën për shku te Klaudia, se në fakt unë nuk kam qenë që te ditëlindja e mikit, edhe po, parashikojmë një ditë të bukur.
Erdhëm ne, po na presin me 100 të mira. Videon e çokokremit që e keni parë në Instagram që është super njami. Kafja këtu. Gjërat mira, gjërat bukura. Unë jam këtu me shokun tim të vogël. Hajde u hap dengu këtu. E shikoni pak. Shikojeni pak se qa po ndodh këtu. Edhe rriqof se këto fëmi nuk naqen sot, unë nuk e di. Hajde një merë një lodrat bashkë me fëmit. Shikoni pak, mirë se vini në restorant. Claudia Mazreku, Masterchef. Ja, ka dhe një kështu. Super healthy. Molto carino, dai, andiamo a vedere. Ne ikëm nga Claudia, u kënaqem shumë fare sot sepse vim goxha gjatë, përpritje nuk po ju a komentoj. Edhe ne rrugës pam një merkatet të përdorurave, edhe vendosëm të vinim edhe qenë ka një treg të përdorurave dhe qenë ka shumë cute. Shika mame? Qenë ka dhe lagja shumë cute. Ha mame? Ha? Ah. Shumë bukur. Mos ju afro aq shpejt, mamit, lutem. Duhet t'jesh më gentile. Është Pepina ajo që do të kapësh ti? Ha, kape Pepinën avash? Me avash, ashtu. Pepina të ka shumë gjanë ty. Jepja vija të toka. Ashtu. Të lomët. Hello nga dita tjetër. Kam qenë pak më shumë aktive në Instagram. Të gjitha si bën dot njeriu i shkret. Kam pas Lele në shtëpi sot. Në fakt doja ta çoja, po që u ngrit vonë, nga që shkoj të flinte shumë vonë edhe do ishte lodhur. Nëse pak fjalë e mbajta në shtëpi edhe u zgjum në mëngjesin, në vestë pulave tona. Edhe pastaj qa bëm, dolëm në shëtitje pas mëngjesit, këtu në lagje. Pastaj zgjumi Solean, Lila poloste, unë bëra pak drekën. U zgju Solea, hëngrëm drekën. Folëm pak me nonën me gjyshin. Edhe, edhe tani po dalim në xhiro tjetër, derisa të na vi babi, ta presim këtu jashtë. Nëse është koha kështu. Nuk është më vap si dje, po prapë se prapë është kohë mirë, edhe në qofë se rrinë kështu është fantastike, sepse dalim pa pikë problemi. Edhe Solea më rri, edhe na kalon dita kështu, na hiqet një qik stres, se kur jemi që dita në shtëpi, vetëm se zihemi. Qa ke Lela? Sot për darë kemi pizza, Solea ka ritransmetim gjellën e drekës, edhe ndonjë kore pizza. Edhe kështu e kryen për sot.